apo kjo është Panovski, tani Ribeiro, Manasievski, edhe më tej Manasievski, bukur mirë deri te Ribeiro, double pass, aty është goditje për të të kombinati me Çajnin, edhe njerë portugezi, bukur mirë aty me Manasievskin, kombinimet e sakta, Ribeiro, shkon për para dhe më tej Ribeiro, shëtit, bukur mirë, Ribeiro do të ketë goditje, Manasievski, Panovski, Ribeiro shkon për para, futët në zonë rëptësisë, Ribeiro, crosson, mundësi e mire skuadrës me ligë, edhe më tej Avornion, crosson, edhe një mundësi tjetër e skuadrës, shkup e Bashkimit arrit të kaloj në avantazh. Skuadra e Bashkimit duke rikthyer nga disavant autogolit të Ferratit më në fund. Shkupit Kuqerimi ka marrë një lëndim, për megjithatë Vasilievski ka dhënë shenjë për të vazhduar loja, ndërsa Ribeiro arrin të shënoj golin e avantazhit për skuadrën e vetëm 2 minuta shtesë për skuadrën, edhe një gol tjetër shënohet nga skuadra e Bashkimit, 4-2. Portugezi shënon golin e tij të dytë personal dhe të katërtin për skuadrën e Bashkimit. Në çastet e fundit të ndeshjes, skuadra e Bashkimit vendos dhe vulos fatin përballë ekipit të Bashkimit, duke treguar kualitetet e saj të larta me këtë Ribeiro, 24 vjeçarin, i cili çdo takim